Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet për shëndetet i ja dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Tu jemi tek hadithi 26 me radhë, tek 40 hadithe që i kam mbledhur Imam Nevevi ose 42 hadithe. Ndërsa te ky hadith falem shka herën e kaluar, dhe hadithi thash që vjen për Abu Huraira, se transmeton Buhariu dhe Muslimi, se tha pejgamberi alayhis salam, për çdo nyje të trupit tënd kërkohet me dhon sadok. Për çdo nyje të trupit tënd kërkohet me dhon sadok. Në çdo ditë ku lind dielli deri të perëndon, kërkohesh për çdo nyje të trupit tënd. E pastaj as sharoj pejgamberi, nëse i pajton dy njerëz, është sadok. Nëse i ndihmon njeriu të ngrit në kafshën e tij, është sadok. Nëse i ndihmon senet mi vun mbi kafshën e tij, kur është në udhtim ose në ka diçka me vun mbi kafshën e tij, është sadok. Pastaj ta pejgamberi, edhe fjala e mirë është sadok. E çdo hap që shkon për në xhami e ki sadok, edhe me hek pengesë prej rrugës është sadok. Kjo është hadithi që e kena përnu herën e kaluar dhe kena folë për hadithin të ndëjtën, çka mojtëm herën e kaluar, tash atyre çka i kena përmend më lart, nuk i përsëritemi më. Ndërsa na ka mbet ka fundi hadithit, edhe u kryo kjo hadith alhamdulillah. Ajo është se tha pejgamberi, "Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqa." Çdo hap që e bën për me shku në namaz është sadok. Çdo hap që e bën për me orë në xhami, qoftë ditë xumoje, qoftë jashtë xumoje, nëse e nis për shtëpisë tënde, të orë rrugës, të orë hapat që i ban, ki sadok. Nëse i ban 100 hapa, 100 sadakoja. Në bafsh 1000 sadakoja. Nësa ma shumë që të bajsh, dhe ma i ki llogaritë e sadok. Ardhja në xhami. Dhe që kia bile, në nëzit neve, në jep korajo që nëse në një fshat, në një vend, nuk ka xhami, mundrej xhamia. Mundrej xhamia, se tash so herë që po shkëshin xhami, ka sadok. Edhe tjeta që në nëzit neve, mu përpiq që nëse njoni e ka xhami në fshatin e tij ose në qytetin e tij, xhamia me kone hapt, që njerëzit me shku në xhamin e tij mu fal, në xhamin e fshatit të tyre mu fal, se çdo hap që po e bajka për në xhami ka sadok. Let ka për me arrit numrin e 360 sadakove. Se një hadith që pa ta përmend herën e kaluar, që thashë transmeton Muslimi, kese në trupin e njeriut janë 360 nyje. E për 360 nyje do të me dhon sadok. Disa thanë bile është obligim. Disa thanë, shumica thanë një obligim, por pat për tyne që thanë që është edhe obligim. Me dhon tash të po i vjen 360 sadako. Por ti nëse vjen xhami mu fal, shpejt po i kryshe. 360, nështë ki, se ki ma shumë se, nështë ki 300 hapa, 300 sadakoja dhe, e kryte këtë lloj obligimi. Që sa let? Për këta ta pejgamberi, edhe çdo hap për shkuarje për në xhami, është sadok. Por, në këtë hadith që jemi duke folur për të, çka thët? Thët çdo hap për shkuarje. Hadithi për në nëzit, me shku mu fol xhami, hadithi po në nëzit nëse s'ki xhami me marru xhami, hadithi po në nëzit nëse ki xhami me mojt hau për xhamin. Por hadithi nuk po përmend edhe ka të kthehesh. Haxhi? Dhe edhe ka të kthehesh, hadith tjetër që transmeton Imam Ahmedi, në Musnedin e tij, të vërtet, që tha se çdo hap ka të shkësh për në xhami. Ose sadok, por edhe ka të kthehesh një shpejt është sadok apet. Nëse ta shkurt mirët edhe kjo hadith, se hora po bajka numri i 360 sadakove. Haxhia me opeti që ishin në kom, njëherë me orë me fol një dheke më kthy, po kryka. Ndasa me bisikletë s'pedi.
Kjo. Ndërsa vazhdon hadithi, wa tumitul adha 'ani at-tariqi sadaqa. Edhe me hek pengesë prej rrugës është sadak. Se pejgamberi po na tregon ka me dal peqasoj kërkesës çka u bën. Për 360 sadaka mi dhon, dikush tha obligim, si Ibn Uthaymini, tha obligim mi dhon sadak 360 sadaka mbrana ditës. Po tash pejgamberi po na tregon rrugë. E po na tregoj për çdo hap në xhami, është se lehtë. Tjetra tha me hek pengesë prej rrugës, është sadak. Veli, tu shku rrugës ti, një rrugë që është për njerëzit në përgjithësi. Rrugë e fshatit tanë rruga kryesore, ose për në qytetin tanë. Tu shku rrugës, sheh një pengesë. Pengesa nuk është e caktuar me çka. Mund me konë një therr, mund me konë një gur, mund me konë një tub zall, mund me konë një tub dhe. Çka do që tjetë pengesë, e hek, sadak. Bile, këtu hadithi prap se ka cek që me konë pa tjetën që këtu ka i përmenda. Por nga hadithi kuptuhet që mund me konë edhe nëse një rrugë në fshatin tënd ose në qytetin tënd. Unë fshat ma shumë, rruga është pak e ngushtë, është ka i shqetësën. Dhe nga hadithi kuptuhet, çdo send që e shqetësën udhëtarin në atë rrugë, largimi i asaj pengese është sadak. Nga që kjo kuptuhet, nga që kjo kuptuhet që nëse rruga është pak e ngushtë, e zgjeron se që kjo e ngushtë po i shqetëson njerëzit. Se s'po mund dy vetura për shembull me orë njëna me shu njëna me orë. Hajde. Nga që kjo kuptuhet që edhe zgjërimi i rrugës që ti e ban është sadak. Por nga kjo kuptuhet se nuk është patjetër veç për tukë çka janë që prekin tukë, por edhe nalt. Ka mundësi me një fshat ka degë të lshuara poshtë. Edhe ato degë të lshuara, njëri kur shon me një vetur pak më të ngritur, apo shon me një vetur, edhe e prekin degët në vetur. Ose ato hes, një pemë e tij ka dalë në sokak, degët e pemës së tij që ndodhin në sokak, ato i pengojnë njerëzit, edhe largimi i atyre pengesave është prap në shpërblim. Hin sadak. Tjetër është edhe ajo se nëse rastisht në rrugën që ju ecni, është një vrim. Është një vrim në atë rrugë. Edhe ka mundësi tu i hes, njerëzit ka mundësi me ron atë vrim. E sidomos në një që nuk sheh mirë. Ka mundësi në një, sheh ma ju bash mirë, edhe rrshet ato, a e the ka më në vrot, ti e din që kjo ban pengesë, mbulimi i asaj vrime është sadak. Ose në rrugët tash për shembull të asfaltuara, ka mundësi një asi për hekeri që e mbulon, edhe ka vjedh dikush ka shit për heker. Edhe ato nëse e mbulon, se ka mundësi dikush me prish veturin e tij, ka mundësi dikush me radh që shen mirë, edhe mbulimi e rregullimi i asaj është sadak. Kërejt që tu hin në sadak. Bile një hadith që e sjell Imam Muslimi prej Abu Burzat al-Islamiyut, tha se i thash pejgamberit sallallahu oj dërgumi Zotit, mësëm bre diçka me cilën i ju sjellni dobi njerëzve. Mësëm diçka me cilën i ju sjellni dobi njerëzve. Çka i tha pejgamberi? Tha i'zil al-adha an tariq al-muslimin. Apa dush me të mësu diçka që më sjell dobi, se kjo tha mësëm diçka që ju sjellni dobi njerëzve. Tha atë mësej diçka, tha heki pengesat prej rrugëve ku ka në rrugë të muslimanëve. Ka pengesa, ke që atu shka i përmendon, janë pengesa. Heki pengesat që bone diçka të mirë, çka i ke ndihmu muslimanëve. Tjetër, të Ebu Hurajra të regon për një njëri, hadithin që të sjell Buhariu dhe Muslimi, edhe këto, tha pejgamberi alayhis salam, që ishte një njëri, tha, që duke ecur rrugës, e po një pengesë, në rrugë, e heke, bili atë pengesa këtu, është orë një degë. E heke atë degën që është pengesë për njerëzit, cili ishte shpërblimi, tha pejgamberi azëm, fe sheker Allahu lehu fe ghafara. Allahu e falenderoj dhe ja fali gjunohët krejt. Por ja fali krejt gjunohët, vetë pse e heku një pengesë prej rrugës së muslimanëve. Kështu tha pejgamberi azëm, e vesh një fletë,
Tash ju qëllën do që ta meni prej asoj që ja tregova. Qoftë heke një guri që i pengon muslimanëve ka mundësi me hin këtë hadith. Hadithi po thotë ja foli gjinot krejt, ish bane për Zotit. Let për me fitu sadak, ka mundësi një gur, ka mundësi një therr, ka mundësi një deg, ka mundësi një deg të lëshuar poshtë e hek, ka mundësi një zgjerim të rrugës, ka mundësi një vyrim në rrugë. Dhe krejt po ka mundësi edhe me një rrugë që është zyrtare, rrugë e madhe, nëse njoni a dol aj në shikimin e parë është i ngërat. Don me fitu diçka a dol për tregti. I qes senet për shitje midis rrugës. E qartë midis rrugës e qetë që të përshesën se du m'ju sjell fëmijëve, du m'ja pru riskun fëmijëve qështu, edhe largimi ati me thotë që djeli mirë, del më në qështë që konshet, ju midis rrugës, edhe largimi që ati është sadak. A vrejni? Kerejt këtu, janë, nëse njoni për shamull, përsa, disa regula, disa ligjet njerëzve që i vujnë, nuk është gjithherë mi morë, nuk është gjithherë mi morë që ti po flet për një ligj që është nuk e ka përmend Zoti dhe pejgamberi. Jo, vish do të me tjerë pak çështjet e fesë, se ka përmend. A mo tërthora ze. Qysh, të rast hen, edhe ajo nëse për shembull njoni e lën veturën midis rrugës. Edhe kërës po hesin. Edhe vjen një polic, edhe dënon. Se një thu bashti qyshëm dënoti me këtë ligj që Zoti s'e ka thonë. Jo, pejgamberi ka thonë. Se pejgamberi ta sadak është me hek prej pengesës. Një pengesë në rrugë, kërë të ka zonë pengesë ka po këto. Kështu që janë dësane do të miktirë pak ma shumë. Ndërsa, kërë qëtu që u përmendën, 360 sadaka. Po duka, si pas disove obligim me i dhonë mana ditës, si të lindjeli dhe imperendim djetë, 360 sadaka. Kërë të rrugë që a i përmenda, janë qysh me të nëzirë prej qëti obligim, ose pelqemi mirë, mustahab, e i për e mirë. I përmena këtë metodat që ka përmena pejgamberi sa, pak i zgjeruva. Ndërsa kerej qëtu, që ka mi bo njoni as nuk del fort, po ma shumë rënë shpe. A ka zgjedhje për ton? Ka zgjedhje për ton. Zgjedhja për ton është hadithin që e forcen ton, që e sillim Muslimi, tha pejgamberi sa, wa yujzi min dhalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Për me ti pastru, për më të lëgëri që e ke kry, këtë sadakën 360 sadakoja brenda ditës, a di so letë është ta? I kam njësëm? Tha veç me folë 2 recate duha në sabah. Qëtu t'i lojnë sadakot e ditës krejt. Qka në të duha? Duha është masi, ju të sabohit është veç. Ata ke obligim. Për ndash me t'i lojnë qëtu 360 sadakot, ku t'lin gjeli, pret një 15 minuta, 10, 15, 20, disa djelit ngritët një shtiz, edhe që ato i bjen minutat i shka, edhe qohësh i fol 2 recate duhajtë, namazit duhas, i paraditës. Sunet është, por, çfarë problemi paska? Veç ato 2, ose hora i fol, ose për shembull ju të shkum punë. S'ma muna krejt me këshyre, se ne, vetëm se s'ma ketë me kyç të shka u përmendën xhamisë un po shkoj ku diçka pengesës un po iki prej rrugës, vetëm se u qova, hongra bë kadace tash në ora 8 kam për shembull punën, pak para se më shkum punë, merr abdes, edhe më abdes më mirë më shkum punë, edhe merr abdes i fol 2 recate duha e kryte sadakon e ditës ti krejt. Çe salat është? E kryte sadakon e ditës, po krejt që tu se çka ta pejgamberi sa matinal. Çdo nyje e trupit kërkon sadak për çdo një trupit. E pse namazi tash ja dha këtë vlerë ka shumë? Sepse namazi kur ti e ban çdo nyje e trupit tand është duke ju nënshtruar Zotit. A çort? Çdo nyje e trupit tand është duke ju nënshtruar Zotit për këtë dhe e kryen këtë obligim. Pra për këtë hadithit nxjerrën shumë sene. Ajo që nxjerrët se pu kërkoj ka me dhon sadak. Tash çka nxjerr për hadith për rrumbullaksej, atëherë pu kërkoj ka me dhon sadak për çdo ditë që ka dhon Zoti, për çdo ditë me dhon sadak 360 sadaka. Pastaj për hadithit u kuptoj ka si s'ka ka sadakoja veç me parë, por pas ka sadak edhe me fjalë të mira, pas ka sadak edhe me ndaj veprim të mirë, edhe pas ka sadaka edhe me ndaj pajtim të muslimanëve për sadakët. Pas ka sadako me urnu njerëzit për të mirë, pas ka sadako me ndalu nga e keqja, kerej që tu pohika në sadako. Nga hadithi u kuptuhet edhe ajo se është shumë e preferume me fa shumë,
e disa kanë thonë obligim që namazet mi fol me xhamat. E namazin me fol me xhamat shumë e preferume, e disa thanë edhe obligim. Pastaj nga hadithi kuptohet se sa me vlerë është me hek një pengesë për rrugës çka e përmenda. Qoftë ai guri, qoftë therr, qoftë në vrim me mbyll në rrugë, cilën do që e ban në zgjerim të rrugës keçitu, hin sadak dhe shpërblimin e përmeni pejgamberi, njoni veç pse ka hek një pengesë për rrugës, Allahu ja ka fol gjunohet ke rejt që tu. Pastaj nga hadithi muna me nxjerr sikur që pasuri për pasurinë tënde që kërkohet me dhon zakat, po kërkoj ka edhe për trupin tënd me dhon sadak, edhe me dhon zakat. Kjo është një çka mujtë me nxjerr prej këtij hadithi, normal nga pak duke shkurtuar, hadithin e 26, e inshallah herën e ardhshme do të flasim për hadithin e radhës, hadithin 27. Elusmi Allah të na fal të na mëshiron, elusmi Allah azza wa jalla xhenet me pejgamberët e na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.